Të hënën, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka zhvilluar një takim me ambasadorët dhe përfaqësuesit diplomatik të shteteve të Kundit, si dhe me shefin e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë. Pas këtij takimi kanë reaguar ambasadorët dhe shefi i zyrës së BE-s në Kosovë. Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Jörn Rohde, përmes një postimi në Blue Sky, ka theksuar nevojën për formimin e shpejtë të një qeverie të re. Kosovës i duhet një qeveri stabile që është afër të marrë vendime, më mirë dje se nesër. Presin shumë detyra të rëndësishme vendore dhe ndërkombëtare dhe nevojitet për parim në çështje etike. Ky ishte mesazhi kryesor që zëvendësi im së bashku me kolegët e Kundit përcollën në takim me kryeministrin në detyrë të Kosovës, Kurti, ka shkruar Rohde. Ndërkaq, ambasada e Italisë në Kosovë, përmes një postimi në Facebook, ka njoftuar se ambasadorët kanë theksuar nevojën për formim sa më të shpejtë të një qeverie të re. Sot, ambasadorët e Kundit janë takuar me kryeministrin në detyrë Kurti, është theksuar nevoja për të formuar sa më shpejt një qeveri të re që Kosova të ecë para drejt prioriteteve, kyçe siç është avancimi drejt integrimit euroatlantik, ka njoftuar nga ambasada e Italisë në Kosovë. Të njëjtën Të njëjtën thirrje ka bërë edhe ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Jonathan Hargreaves, i cili në një postim në Facebook ka theksuar se e ka inkurajuar Kurtin për formim sa më të shpejtë të qeverisë së re. Sot pasdite takova kryeministrin në detyrë Albin Kurti me ambasadorët e tjerë të Kundit. Inkurajova për formimin sa më të shpejtë të qeverisë së re për të vepruar në interes të Kosovës dhe popullit të saj, duke bërë progres në çështje etike, siç është bllokimi i financimit dhe procedimit drejt integrimit euroatlantik, ka shkruar Hargreaves në Facebook. Të njëjtin qëndrim ka shprehur edhe shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Ivo Rav, i cili në një postim në platformën X ka shkruar: "Sot ambasadorët e Kundit u takuan me kryeministrin në largim Kurti. Për progres në integrimin evropian të Kosovës duhet një qeveri stabile dhe funksionale. Status quo aktuale nuk i sjell dubjes", ka shkruar Orav. Takimi i kryeministrit në detyrë Albin Kurti me ambasadorët dhe përfaqësuesit diplomatik të shteteve të Kundit, si dhe me shefin e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, është pritur pozitivisht nga njohësit e çështjeve politike. Sipas tyre, mesazhet e dala pas këtij takimi përçojnë sinjalet e qarta dhe të rëndësishme për të ardhmen politike të Kosovës.